1 minutë të lutem, do t'jap kohë, megjithatë kam një lajm fundit në këtë çast, miq të dashur, shoh që makina e liderit të opozitës zotit Sali Berisha është pranë SPAK-ut për të kryer procedurën tani më famkeqe të detyrimit të paraqitjes. Nuk e di nëse do të kemi një nga kolegët tanë për të na raportuar. Shoh që sapo ka mbërritur lideri i opozitës, i cili është në thonjza në uniformën e tij të fushatës me kapelen me numrin 1, që po i drejtohet ambienteve të SPAK-ut për të plotësuar detyrimin e tij ligjor të detyrimit të paraqitjes. Në këtë çast me siguri do të jetë një tjetër ditë interesante ku do të ketë deklarata të forta të liderit të opozitës zotit Berisha në dalje të SPAK. Dhe do të kemi për raportim një nga kolegët tanë, nëse zgaboj Klajdi Bolli ose Ermal Rizajt, japim pak kohë atyre. Shoh që po e ndjekin të dy në fakt, nëse më gabojnë syt, ju e kaloi rrethimin zoti Berisha. Sigurisht është e hënë e për 2 javëshme, miq të dashur, dhe është pjesë e domosdoshmërisë që i ka caktuar çështja dhe drejtësia liderit të opozitës. Një çështje e çuditshme. Megjithatë, pasi të mbaroj këtë paraqitje zoti Berisha, do të vazhdoj turin e tij elektoral. Nuk e dim se si do të sillen eksponentët e SPAK ndaj detyrimeve, sidoqoftë ai ka një agjend të ngjeshur, di që takimi i radhës më njëherë do të jetë në Fusharës, kështu që e pret një goxha udhtim. Por më pas nga Fusharësi do të ketë një kalim në Kukës për zotin Berisha. Sigurisht një agjende ngjeshur ashtu siç janë përgjithsisht ditët e fushatës, shohim edhe një numër mbështetësish dhe eksponentësh të Partisë Demokratike të mbledhur pranë SPAK, një traditë kjo tani më, edhe pse pjesa më interesante pashmangshmërisht është deklarata e zotit Berisha në dalje të SPAK, dhe zakonisht ka një ekspozim të disa dosjeve për cilat SPAK nuk ka vepruar, përgjithsisht përgjime të tmerrshme dhe skandaloze të Tauland Ballës në komunikim me eksponent të krimit të organizuar. Si për çështje votash, ashtu edhe për çështje të tjera akoma më të palishme, akoma më të frikshme. Megjithatë, nuk e di nëse do e kem për raportim Klajdi Bolli në këtë çaste. Klajdi, nuk e di nëse më dëgjon? Po Flavia, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thuaj atëre, një vizitë rutinë apo pritet diçka tjetër në dalje? Jo, zoti Berisha ka mbritur ka pak minuta këtu në prokurorinë e posaçme për të paraqitur për masën detyrim paraqitje. Duke qenë se dyert e shkuara për shkak të agjendës së tij jashtë vendit, zoti Berisha nuk ka ardhur në prokurorinë e posaçme, megjithëse sot është një ditë pushimi, pikërisht një oficer i gatshëm i Byros Kombëtare të Hetimit do të pres zotin Berisha për të firmosur dhe për të kryer procedurën e masës së detyrimit paraqitje. Ai ka qenë i shoqëruar nga avokati i tij Zonci Genzio Kutaj, dhe pas përfundimit të procedurës formale në prokurorinë e posaçme, zoti Berisha do të largohet për të vijuar agjendën e tij me takimet elektorale që ka parashikuar ditën e sotme, është parashikuar që të ketë takime elektorale në Fusharës dhe në Puk, dhe më pas në Kukës, ku do të prezantoj kandidatet për deputet të Partisë Demokratike dhe të koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Pas daljes nga prokuroria posaçme, zoti Berisha pritet mbajë dhe një fjalë për media, një fjalë e cila është shtyrë në rutinë sa herë që ai vjen në prokurorinë e posaçme. Zoti Berisha mban një fjalë ku paktën në rastet e mëparshme ka denoncuar le themi afera të ndryshme korruptive, të cilat sipas tij nuk janë hetuar nga prokuroria e posaçme. Zoti Berisha ka folur me emra konkret për eksponent të mazhorancës socialiste, të cilët sipas tij i kanë dosjet dhe përgjimet në prokurorinë e posaçme. Ai ka shprehur dhe ka folur në disa raste dhe ka lexuar përgjimet të cilat janë zbardhur nga aplikacioni SkyECC, sipas të cilave në to përfshihen zyrtar të lartë të Partisë Socialiste të lidhur me krimin, por dhe që kanë kryer krime elektorale. Megjithatë, pritet shohin se cila do të jetë fjala e zotit Berisha ditën e sotme pas daljes nga prokuroria e posaçme, ndërkohë këtu jashtë ambienteve të prokurorisë së posaçme të GKK-s janë mbledhur mbështetës të zotit Berisha, të cilët vinë thuajse në çdo herë që zoti Berisha paraqitet në prokurorinë e posaçme. Ato e kanë pritur zotin Berisha të paktën që prej orës 8:30 minuta, dhe në mbështetje
deputetit të tij dhe me Bro Rima kanë shoqëruar zotin Berisha teksa ka hyrë në prokurorinë e posaçme për të kryer formalitetin dhe për të firmosur atë çfarë gjykata e posaçme ka caktuar masën detyrim paraqitje çdo të hënë të këtij të çdo fillim muaji, por siç e thash për shkak të agjendës së tij të ngjeshur në 2 herët e fundit zoti Berisha nuk është paraqitur në prokurorinë e posaçme, e ka lajmëruar prokurorinë e posaçme dhe ato i kanë dhënë lejen për të kryer agjendën e tij jashtë vendit dhe tashmë sot megjithëse është e hënë një ditë pushimi, ai është paraqitur për të kryer këtë procedurë dhe pastaj pritet mbaj dhe një fjalë paktën për mediat, por dhe për mbështetësit e tij që janë mbledhur këtu në prokurorinë e posaçme. Megjithatë Klajdi